Naim, përshëndetje. Pse ju gjeta, faleminderit shumë. Si e me disponim? Mirë shumë, mendjes po pres me u bë ora 8. Mendjes po pret me u bë ora 8, Kosova zhvillon një ndeshje miqësore me Andorrën. Shumë e vërtet, Kosova zhvilloi edhe ndeshjen ndaj Çekisë fillimisht, ka pasur planifikuar me 2 ndeshje miqësore dhe tash e ka stadiumin Fadil Vokrit parë ndaj Çekisë ka pas notën, kurse këto në stadiumin Fadil Vokrit do ta zhvillojë ndaj Andorrës sonte nga ora 20, një mundësi e mirë edhe për futbollistët që i ka ftuar Franco Foda për me i testu, me i pa potencialin e tyre që në të ardhmen me qenë pjesë e kombëtarës së Kosovës. 2 nga ata që veçohen janë Valir Natoshi, që vjen nga ekipi tonë që ka dalë kampion në Zvicër, dhe tjetri është nga Rubin Kazani, Dardan Shaban Hoxha, që është bashkëtar i Mirlin Dakut, që luan për kombëtarën e Shqipërisë, dhe Vedin Hoxhës që po ashtu është pjesë e kombëtarës Kosovës. Ka pas një zhvillim të fundit ku janë liru Rilindi Vokazi nga ekipi Sioni që ka ardhur në këtë grumbullim shkaku i disa shqetësimeve familjare që i ka pasur dhe kombëtarja ka liru. Nuk ka mujt me qenë prezent për këtë sfidë dhe Bersant Celina shkaku i angazhimeve me ekipin e tij AIK. Po pjesa tjetër janë këtu, edhe mbetet me pas sonte në këtë test interesant. Besojmë që këta që janë këtu të rit, besoj që do të jepet të rastin nga Franco Foda për me pa pak ku janë. Na tregove pak a shumë që është një mundësi shumë e mirë për lojtarët e rinj që janë ftuar nga selektori Franco Foda. Më tregoj, a ka ndonjë atmosferë sa i përket pjesëmarrjes, s'po them në votime, po në stadiumin Fadil Vokri sonte, të qytetarëve nga ANEK Kosova? Prej asaj që kemi arrit me marrë informacione, interesimi është, këto është shqetësimi, besoj që interesimi është më i dobët për këtë ndeshje. Uroj që tash në këtë pjesën e mbetur, sa ka mbetur edhe pak kohë, ndoshta rezervoj njerëz bileta, po prej asaj që ka mujt me arrit me e kuptuar që interesimi ka qenë më i vogël. Nuk e di, ka pas arsye, dikush ka thonë që shkaku bileta, dikush thotë që zgjedhjet, kështu që ka pas 2 opsione. Biletat për këtë ndeshje kanë qenë nga 10, nga 10, 20, 30 edhe 100 euro zona VIP. Biletat vetëm në mënyrë online, apo jo? Po, e ka vendos linkun Federata tash një kohë gjatë, që një javë nëse nuk gaboj, është linku i postuar në faqen zyrtare të FFK-s, ku kanë mujt me u rezervu bileta. Do të thotë me dasht për shembull, po e marr vetën shembull, me dasht me shku me shiku ndeshjen tash në këto momente, unë muj me hy në linkun e Federatës edhe me rezervu biletën ende, apo jo? Besoj që ish dash me qenë qatës me të paktën deri një orë para se me fillu ndeshja. Okej, super. Çka presim, fitore? Unë pres fitore zësysh. Andorra nuk është ndonjë kombëtare që duhet me ju friksuna, po sigurisht tash duhet me marr parasysh që edhe përzgjedhësi nuk ka me lujt, nuk besoj që ka me lujt një ndeshje sikur që ka zhvilluar tjera, se kapacitetin e futbollistëve që e din, e njeh, nuk besoj që ka me inkuadru pe i fillimit. Besoj që ka me dhënë mundësi këtyne trive me pa pak ka shumë ku është kapaciteti tyne edhe sa mundën mu integru te kombëtarja e Kosovës. Faktën këtë do mendoj, po në teren mundet me qenë edhe më ndryshe. Ama te fitoria besoj që nuk ishte dashur me diskutu. Besoj që Kosova triumfon ndaj Andorrës. Presojmë edhe besojmë edhe ne tek dardanët tonë. Faleminderit shumë, Naim. Unë jam 3 orës 20 në stadium, kemi me dëgju prapë, besoj. Okej, super. Kështu Pas që kemi me mbesim pas prapë. Po, e vërtet. Kështu që mbesim kontakt punë të mbar juve. Faleminderit shumë.